Brother Radio. I veçpalluri më i madh në vend del nga loja si pasojë një zarfi të zi dhe unë jam sonte në Big Brother Radio me Kejsin. Me mbrëma. Harrove fjalën baba. Baba? Po si je më Kejsi? Mirë, si je më shumë në humor apo ke një buzëqeshje kështu të sforcuar se thell je i mërzitur që rrugtimi yt mbaroi këtu? Thell jam shumë në humor. Je shumë në humor. Po. Seriozisht, për të folur edhe për të ndarë këto ndjesitë e para që ke disa orë pas daljes nga Big Brother si pasojë një zarfi zi. Di çfarë? Ta transmetojmë edhe një herë këtë momentin i cili ishte kaq i vrrullshëm edhe kaq jo të themi i papritur dhe për ne, po se di kishim menduar ndoshta një e shohim. Dhe e dëgjojmë. Pikt apo strategji qëndron një vlerë që nuk negociohet kur. Dhe ajo është dinjiteti njerëzor. Kejsi, gjatë qëndrimit në shtëpi, ti ke shkelur në mënyrë të përsëritur rregulloren e Big Brother VIP, duke bullizuar, duke përdorur gjuhë denigruese dhe kërcënuese, si dhe duke prekur drejt për drejt dinjitetin personal e duke paragjykuar vazhdimisht mbi orientimin seksual. Atë gjë se kam bërë. Këto sjellje, Kejsit nuk dua të dëgjoj. Kejsi, këto sjellje janë të papranueshme dhe bien ndesh me vlerat themelore të respektit, barazisë dhe bashkëjetesës që shtëpia e Big Brother VIP përfaqëson. I e paralajmëruar edhe më parë për sjellje të ngjashme, ndaj vllai i madh ka vendosur që ti sonte të largohesh me njëherë nga gara. Vllai i madh të kërkon të lësh në këto momente shtëpinë. Një sjellje e paralajmëruar, domethënë disa herë është tërhequr vëmendja jote, kujdes me bullizimin, kujdes me diskriminimin, kujdes me fjalorin, kujdes me zërin e ngritur, me disa veprime të ashpra edhe disa herë deri në agresivitet. Era e parë që e shef agresivitet? Disa herë, do thonë, disa. Era e parë që e shef këtë video apo ke patur mundësi ta shohësh? Jo, era e parë, sa desha thoya edhe Ledioni pas ka qenë me kostum të zi. Si zarfi i zi. Po edhe një pjesë e juaj atje me veshje të zezë. Historikisht janë vesh vetëm me rroba të zeza. Historikisht me rroba. Ka ndjekur dhe zarfi i zi thua? Që nga emisioni i kaluar dhe këto. E prisje Case. Po. Kur thua po, e prisje për cilën arsye dhe për cilin moment eksaktësisht? Për momentin me Kristin apo thua edhe disa të tjera që u mblodhën bashkë dhe bën një të keqe të madhe? Për kryesora ishte momenti me Kristin, por dhe për gjithë gjërat që ishin bërë kohët e fundit, që ishin mbledhur bashkë, pra jo ngritja e zërit më shumë, edhe kundërpërgjigjet që un kam dhënë gjithmonë. Pse arriti deri në këtë moment deri në këtë shkallë debati me Kristin, kur shohim dhe rishohim videot edhe mund të menaxhohej. Pra ti more një sinjal nga Ina, more disa fjalë nga Ina, shpërtheva aty në krevat, patë reagimin tënd dhe pastaj ndenjë thaj diçka, unë do të çohem dhe do shkoj do ta përball. Domethënë, është si një vendim dhe një mendim në moment të ftohtë disi, jo në një gjaknxeje të momentit. Po përpiqesha të kafshoja gjuhën, por nuk afro pak tek mikrofon. Po përpiqesha të kafshoja gjuhën, por nuk e bëra dot më sepse ai djali bullizoi një femër dhe akuzoi duke thënë mi zhduk rrobat nga dollapi ose do t'i hedh gjitha në pishinë. Pra e kërcënoi në far mënyrë. Dhe jo goca. Po sa e keqe është kjo? Është e keqe shumë? Është partnerja ime dhe un kam të drejtën e botës ta mbroj. Pa ajo goca është rritur mjaftueshëm për të mbrojtur dhe vet. E po është partnerja. Dhe ndoshta po të mbroj vet, nuk do kishte arritur e gjithë kjo situatë këtu ku arriti. Ai ishte një nga çmimi pastër për të arritur tek unë. Nga Kristi pra ti thua Kristi përdori Inën për të arritur tek unë dhe për të eskaluar në këtë nivel i gjithë sherrit dhe debati juaj. Absolutisht. Dhe adash me kënaqësinë më të madhe. Dhe nuk mendoj një moment që shiko, të bëj një hap mbrapa, as sot nuk ndjehesh i penduar. Jo, për asnjë gjë nuk ndjem i penduar. As i mërzitur. As pak që i mërzitur, as pak. A nuk mendojnë që Ina ishte shtysa për të arritur ti deri në këtë pikë? Jo. Zakonisht ndodh që vajzat, partnerët, çoku burrin partnerin e vet të tërheqin, duke thënë e bëri këtë veprim po ti qetësohu se do jemi aq shumë ditusa, mund të akmerremi në mënyra forma ndryshme. Ina ka qenë gjithmonë e vajza aty brenda që mua më ka
tërhequr madje ka tërhequr vëmendjen dhe sa herë prisha fjalorin dashje pa dashje, se un jam shumë gjuhën popullore në mënyrën e të shprehurit dhe ka qenë gjithmonë ajo goca që më kujdese mos e thuaj këtë fjalë, jo ashtu je para kamerës, duhet të jesh i kujdesshëm dhe gjithmonë ka tërhequr nga dora dhe kur ka qenë momente të tjera debatesh me këto banor ka thënë boll, stop sepse bëhet e pron. Ndërsa në këtë rast nuk ishte një moment që nuk desha as ta dëgjoja që të më thoshte boll. Pra me pak fjalë, Krisi i ka thënë Inës e papastër. I ka thënë një femër, ndjes për fjalorin një femër që mban erë, pocaqi femër e poshtër zhulse që puth çfarë do lloj mashkulli. Dhe ti këtu pastaj nuk durove dhe reagove ashtu si reagove. reagove. Mashkull nuk besoj se do duronte te partnerja vet. Është duke qenë pa arsye, se të ishte me arsye, okay, mund të është kaq e afërt, kaq e ngushtë lidhja jote me Inën, Kris? Po përderisa ishim shtrirë dhe po krijojmë diçka së bashku, patjetër që është aq e afërt. Jeti i dashuruar me Inën? Kam një shprehje tjetër më të bukur. Që është? I'm too in with Ina. Je shumë in me Inën. Okej. Kishte shumë komente në rrjetet sociale ku shkruaj, po Ina pse ndoshi kesin? Ai çfarë zbëri për të? Unë duke qenë se e dija që në momentin që erën dy zarfe, një ishte për mua, që në atë moment i kam thënë Inës, unë sonde do dal dhe ti duhet qëndrosh këtë shtëpi për treguar vërtet ato vlerat e tua që ti ke, ata që ti s'patë mundësi ta tregoje këtu brenda sepse të gjithë po të sulmonin në anën morale më të rëndë që mund të bëhet një femër. Duke filluar që nga paragjykimi, mënyra e prezantimit të videos, hyrja e saj. Unë nuk mendoj që të gjithë po e bënin këtë case. Unë kam diskutuar edhe me të tjerë në studio. Me thënë 2-3 veta nuk i kanë dhënë dorën Inës kur hyri, po pjesa më e madhe e shtëpisë, edhe Stelina veti dha dorën dhe e mirëpriti në divan, kështu që edhe eksagjeroni pak juve në kokën në mendjen tuaj duket mua. Dorës është tjetër gjë dhe sulmet që ajo mori në moral, në etik, në karakter, në çfarë do lloj gjëje, mënyra sepse ishte nga mënyra se si u prezantua, ajo u sulmua në mënyrën më të keqe që mund të sulmohet një femër brenda asaj shtëpie. E pa merituar. E pa merituar s'pak. Mirë, do të vazhdojmë flasim me casein edhe do të jemi bashkë deri rreth orës 21, kështu që boll kemi kohë për të folur, por për momentin shkëputemi për pak publicitet dhe për një gotë ujë. Casein. Big Brother Radio. Është Max Optika që ju fton të përfitoni nga oferta speciale e muajit janar të gjitha skeletet optike me minus 50% ulje dhe vizita okulistike është falas. Qindra modele të koleksioneve më të fundit për çdo stil, për çdo nevojë, syze për përditshmëri, për punë, për lexim, syze dielli, të gjitha brendet e fundit janë në Max Optika. Kudo ku ju jetoni ka një Max Optika në Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, por mund bëni dhe blerje online. Ju kujtoj që oferta është vetëm për ditët e janarit dhe janari po mbaron, kështu që ju duhet të nxitoni. Kesi, as 24 orë, pra përshëndetje po. Pra më the emrin. As 24 orë po thoja jashtë shtëpisë së Big Brother dhe nuk e di si kanë qenë orët. Çfarë ndodhi kur ti le shtëpinë që për ne ishte pikpyetje e madhe. Mos ka shkuar tek ajo dhoma tjetër, mos është tek akuariumi, mos ndoshta Kesi nuk do të ketë asnjë lajm këto minuta, këto orë, sepse diçka mund të ketë rezervuar vllai i madh duke patur parasysh edhe vitet e shkuara Big Brother. Çfarë ndodhi në të vërtetë? Ti Dola, erdhën më morë, më quan në shtëpi. Edhe kaq, Edhe kaq. Nuk është se dole me çunat, me festume, se pam disa foto që qarkulluan në internet me Xhibanin, me Erik Lloshin. Dje isha me Xhibanin, Erik Lloshin dhe Armir Tolën, ishim me çunat pra, çunat e Zarfit si. Që gjithë Zarfi zi për jashtë, Edhe kaluam një natë këndshëm te realitetin. Okej, si një gjë më bën përshtypje. Personalisht, po ti isha në Big Brother thua ti je goce dhe ke më seder. Do të thënë unë nëse do kisha dalë në këtë mënyrë me Zarf të zi dhe me gjithë ato fjalët që Ledioni renditi dhe që janë vërtet të rënda dhe që të është dhënë dora një herë, dy herë, tre herë. Unë do isha ndjer shumë keq gjatë gjithë ditës së nesërme, ose do isha ndjer e mërzitur, duket se në këtë ratin tënde dhe mbusjeshen tënde se kur nuk ka asnjë lloj reflektimi. Jo, në reflektime kam bërë me koshiencë ato që kam bërë. Nuk është se kam bërë pa dashje që të kërkoj falje. Ti nuk kërkon falje. Sepse unë veprimet që kam bërë me koshiencë. Po mirë, ka dhe veprime me koshiencë dhe pa koshiencë, ti pastaj një moment më gjakto thua. Nëse do ishim pa koshiencë, do kërkoja falje. Shiko, me koshiencë pa koshiencë, kur kalon, si me thënë, kur ftofet hallva, edhe të vjen një lloj pendimi, një lloj kërkimi falje, një lloj, unë nuk dua të bëj as gjyqin dhe as të detyroj për këtë gjë, po flas si një djalë që aq pak sa të njoh,
edhe vaj sa kam njohur dhe familjen tënde, di që thellë ti nuk je ky bullizuesi edhe ky. Si jam as pak as bullizues, as ngacmues. Unë thjesht kundërpërgjigjem një lloj presioni apo ngacmimi që më bën mua. Të lutem vetëm mos përdor fjalën shkak pasoj. Jo, se përdor. Okej. Shkak Se pasoj. partnerja jote e ka përdorur gjithë ditën sot. Shkak pasoj. Se kjo shkak Thjesht pasoj. kundërpërgjigja ime është shumë e fortë, është herë 10. Nëse më fal një herë mirësi ta jap herë 10. Shikoj, e di me çfarë e lidhun këto? Unë e lidh edhe me rrugtimin tënd në përputhën. Unë e di se sa i ke mbrojtur vajzat aty. Unë e di se sa copash je bër për të thënë të tjerëve që ore mos i fol kështu një goce. Ore nuk ngacmohen gocat në këtë mënyrë. Po ai sa të penalizosh veten, edhe të komentoj një Shqipëri e tërë sot, ore çka ke atë fjalor, bullizues, diskriminues, edhe ti thua jam pendu fare, nuk më rrin shumë sepse ishte kauza pse e bëra. Ishte shumë e mirë dhe shumë e ndershme. Dhe do ta bëja për çfarë lloj femre, jo më për partnerin tim. Po më kur e bën Unë edhe ke emisioni tjetër që përputhen. Dgjoj, ti e bën duke mbrojtur një femër, po nuk gjen keq po shan një çun? Ai çuni shau femrën i pari. Ai e kërcënoi femrën i pari, kështu që do mbaj përgjegjësi për fjalët që thot. Ti e quan barazim, nuk e... Barazi patjetër, absolutisht. Kur Ledioni e pyeti dje Kristin për daljen tënde nga shtëpia, tha nuk e mendoja që do dilte Casey në këtë mënyrë, mendoja që do kishte një penalizim, po dha ai vet tregoi një lloj shtangje se si ti dole edhe pse ti dole. Se di arsyeën pse të më drejt, sepse nuk e kam parë këtë pjesë. Duhet ta shohësh. Por mendoj sepse e ka kuptuar. Do ta gjejmë pak këtë pjesën, t'ja vendosim Casey-t edhe ta diskutojmë. Ndoshta ka kuptuar dhe vetë që e ka tepruar me mënyrën e overreact që e bën gjithmonë, çështjen e viktimizimit, edhe ka kuptuar që ka kaluar masën. Po mirë, me veten e tij. Nuk të vjen keq ty Casey kur komentet janë edhe ti që e mbaje veten për fenomenal, për më të modhin vend, që unë do shkoj deri në finale, unë do t'ju nxjerr gjithëve një nga një, unë do fik dritat në këtë shtëpi. Ty nxori para shumë. Këto do fik dritat se ke thënë, po tjerat i ke thënë, jam fenomen. Jo, se kam thënë asnjë. E kam dëgjuar. Jo, ma ka thënë Rogerti kur ka hyrë ti e fenomen. Jo, e ke thënë dhe më përpara. Jam më i madh i vend, baba këtu, si do t'i përshëndet, do t'i përcjell unë gjithë. Më i madh i vend, baba. Nxori Kristi. Jo, s'më nxori Kristi. Mua më nxori vetë ime. Shkaku ishte Kristi. Shkaku ishte mbrojtja e një femre. Në rregull, dakord jam. Pra ti sot nuk shfaq asnjë shenjë pendese, asnjë. Nuk kam bërë diçka për të penduar. Në qoftë se do isha unë agresori. E çuditshme se shenja e peshores që ti je, ka këto dy zimet e veta, ka këto dy ansi, dy mendime të veta. Nëse do isha unë sulmuesi apo agresori, patjetër që do kërkoja ndjes, por nuk para e bëj. A është Kristi lojtari më i fortë i këtij Big Brotheri? Ja. Cila është? Më i fortë nuk ka, janë disa që janë të fortë momentalisht, por më të fortë, shumë më të fortë nuk ka. Cilët janë? Casey pas teje. Nëse do bënim ne një pesë finale, kë do çoje ti? Pesë finale, duke filluar me që femrat janë gjithmonë para, do filloja me Selin. Mirë sepse vdes tjetër në çdo pjesë. Kristin do ta bëja pjesë patjetër dhe një dyshe tjetër do jetë pak e vështirë. Do pretendoja me dëshirë mund të kisha Mateon. Vetë nuk mund ta fus sepse për momentin jam jashtë shtëpie dhe personi 5 mund të ishte Mali. Ajo që më bën përshtypje mua dhe që po prisja në këto 5 emra është thojë Ina, ku Ina? Ina për momentin ka një tjetër luftë. Që është? Që është të tregoj vlerat e veta që askush nuk ka mundur t'ia lërë mundësinë që t'i tregoj. Po Ina ka gjithë të ditë brenda dhe gjithë këto ditë brenda ka treguar mirë. Jo, dua të them këtë që kush del nga Big Brother dhe ka folur në këtë studio më ka treguar që Elona 1-2 ditë aty janë si 1-2 javë. Dhe Ina ka 2 javë, mos më shumë. Kështu që ka patur gjithë kohën e duhur për t'i treguar këto. Dhe ka filluar të bëj shumë mirë, të paktën me aq sa e njoh unë, aq mirë sa e njoh unë Inën. Pasi pati atë primin e parë që u tregua pak ofenduese, por ato ishin kundër përgjigjet e gjithë ofenzave që mori. Ajo tentoi t'i kërkonte falje Birkenës dhe deri diku krijuan armpushim dhe u bën shoqe deri diku. Kristi i kërkoi falje, Kristi nuk ja pranoi dhe ja ktheu po prapë me të njëjtën monedhë. Në moment që Ina tentoi të bënte një barbecue aty në bord për të gjithë shtëpinë. Tentoi pra të afrojë me të gjithë banorët dhe të gjithë sërish të bullizuan për këtë fakt. Po Ina që shan manjak, që shan... Si e komenton? E komentova dhe ke studia tjetër. Ato ishin disa... Këtu jena Këtu jena akvarium. Ato janë disa gjëra që kanë ndodhur për, domethënë, janë
shkak pasojë duhet ta përdor si fjalë sepse në momentin që po ishte situata e lëm fare. Shkak pasojë duhet ishte therr sipas teje Mali me Rogertin. Jo. Se bëri atë që bëri Rogerti dhe Mali duhet të tash. Është karakteret janë të ndryshme, prandaj është Big Brother. Po jo se shkak pasojë justifikohet. Nuk mund të jenë 18 veta një lloj, se po të jenë 18 veta një lloj ecin në të njëjtin ligj. Po shikoj kush fiton. Ai është brenda ti jashtë. Po çrëndsi ka të hysh dhe të dalësh faqe bardhë. Shkak pasojës duhet jemi edhe një çik më kryesor është. Dëgjoj pak të se e gjetën çuna tani edhe po. Nuk është një rast që do doja ta shikoja kesin e dilte kështu, përkundrejt të gjithave çka kam më ka thënë, e kemi diskutuar gjatë gjithë që nga dita 0 e kesit e deri më sot. Do vetëm të uroj gjithë të mirat edhe këtu nuk mundi dot ta tregonte dhe ta gjente burrinë e vet, uroj ta gjej jashtë. Mbyllin lidhjen me shtëpi. Si e komenton? Një furçë e bukur sepse unë të gjithëve këtyre kam arrit t'i them diçka që në momentin që kam qenë brenda asaj shtëpie, unë nuk jam një personazh televizioni. Unë nuk di të mashtroj kamerën. Unë di që aty është një reality show dhe unë dija vetëm të isha real. Pra dhe në mënyrën e komunikimit përpisha të flisesha ashtu siç unë flas. Jo siç duhet të flas. Po ne sa tham para 5 minuta që unë nuk jam kështu jashtë, po aty loja të rëmben. Jo, për çështjen e ajo është për kundërpërgjigjen. Patjetër sepse unë jam shumë fani, ti domethënë më sa më njeh vetë që unë jam shumë fani. Pikërisht. Si personazh jam shumë karizmatik, ndërsa ajo ishte një furçë e pastër, i them unë, furça dhe ruli se të tjerët lyenin me pompë aty. Ishte thjesht Ky është komenti yt për atë çka Kristi. Një furçë dhe një rul shumë i madh, po, sepse duke njohur Kristin është thjesht vjedhje e audiencës televizive, pra mashtrimi para kamerës. Ai tha vjen keq që doli, çka ka për furçë? Sa njerëz thonë aty më vjen keq, dorën në krah dhe thikën pas shpinën. Do të rihyet i case nëse do të ishte ajo mundësia që banorët e eliminuar i jepet shansi, publiku mund të rivotojë për të rihyrë. Të them të drejtën, duke qenë se nuk e kisha në plan, po duke qenë se pa bërë 24 orë. Sot ke takuar njerëz që të kanë thënë po, edhe unë tash. Pa bërë 24 orë kam mund të them mbi 50.000 mesazhe në telefon. Okej, edhe njerëz që takove këtu në korridoret e radios, se do hyshti. Tash më është bërë kështu si psikologjike që do i prap. Nuk e di, por besoj që po, se kam disa qëllime për të arritur. Po do sillesh ndryshe? Besoj që po, për disa gjëra dhe jo për disa gjëra. E kuptoj. Mirë. Pak më shumë ngjyra do thoya. Pak më shumë ngjyra. Jo kështu. Jo shumë zi kështu si. Mund ta vesh këmishën çik më gri. Okej, më trego pak për momentin kur i petë dy zarfat, unë të kam parë live ty dje. Hyre dhe the dy zarfat dhe kështu me një mos kokçarje që e çava saj dy zarfat dy zarf, njëri jam unë ato e di unë isha. Po pse bën gjithmonë këtë të fortin më burrë? Po si ishte çështje të fortë, më ç'të bëj? Erdhi zarfi, e kish vendos vllai madh. Ç'të bëjmë unë? Ti tha, të lutem, të marrësh mbrapsht një zarf, atë timin merr mbrapsht. Ç'e the? Madje isha shtrirën dhërmi. Aty ke shezllonat, po. Kisha vënë atë jastikun, po merja rrezën diell. Erdhën dy zarfe. Ciao Shumina për ikën tënde? Të them të drejtën po, se kam parë disa video mbrëm darkë që ishte shumë me demoralizuar. Edhe pse u përpoqja para se të fillonte Prime. Sot po i thoshte Brikena, se unë e di që ti sa ke parë se ishe për drek me çunat, se më çove foto. Edhe po i thoshte Brikena, po ti të paktën prano që Casey në disa veprime bëri gabim, edhe thuaj që ato veprime janë gabim, ndaj dhe u dënua dhe ndaj doli, po rigja gjithkohës duke u përpjekur të bësh dredhina. Të kush të bëj dredhina, unë apo Ina? I thoshte Brikena Ines. Aha. Si e komenton ti? Nuk duhet ta shikoj, them të drejtën, sepse duhet të shikoj personazhin se si e thot, sepse ka shumë Jo, nuk e kishte kishte që për ato që është dënuar pranoje që e ka gabim. Po patjetër ajo duhet pranuar, ajo është koshiende, por duhet të merret kauza sepse ndodhi. Kjo është gjë më kryesore. Nuk është se unë u çova kot nga krevati dhe shkova ta akuzoj apo të debatoj me një person. Mund ta kishesh mangur kes me lojtarin inteligjent që. Me lojtarin më të viktimizuar që kisha përballë, po. Ai është brenda, ti je jashtë, ka publicitet. Jashtë ka ajër më shumë. Big Brother Radio. Tani Casey sigurisht është bërë personazh, se këtë të bën Big Brotheri, të bën personazh. Bires, po diskutonim dje me disa miq edhe po thonim kaq vite që punonte në një tjetër televizion, në një punë të caktuar, një për personazhe dhe ndërkohë hyn Big Brother dhe për 6 ditë katapulton.
e kam fjalën që Casey është personazh, po dhe motra vet, e cila në studio televizive ka nuk ka një njerëz që mund të ketë mbrojtur kështu me mish, me shpirt, me thonjë, edhe në ato kulmet e komenteve dhe momenteve shumë jo të mira, shumë të këqija do thoja unë o Sara për Casey. Si e sheti sot? Të ra pika ty. Më raf të pika mua njerë që doli vllai. Mi Sara, e komentojmë pak. Casey është një zarf I zi. Në Big Brother, po në shtëpi si është? Është shumë shëmbullor. Është I bardh. Është I bardh, siç ka fytyrën I bardh, ashtu drita. është. Si dritë e vogël. Si rri sot, sikur s'ka ndodhur asgjë. Është po bën kot mi se është I mpir fare. Unë I mpir. Jo. I më kam bërë një pyetje, domethënë kur isha aty, ore si mendon ti tha se mund dukesh jashtë, tha se mund të kesh dal keq me këto që bën. Unë? Edhe përgjigjem ju. Unë? Me mua ke? Po. Kam I modër atje për jashtë, I tha që për zotin I han dhom që gjithë, ashtu që jam rregull, I kam shpallë atë ngrohtë. Edhe erdhë të dy thashë të japë edhe Sara. Erdhi zarfi dhe dola pa ditë që thash këtë lavd. E pash, okay, që kam rregull thashë. Sara, si ishte ky momenti kur lexua emri I Caseyt? Dhe më thuaj të vërtetën, prisje që të ishte direkt në këtë formë penalizimi apo kishe një shpresë që se di, ndoshta një televotim, ndoshta edhe një shans tjetër, ndoshta edhe pak minuta për të votuar publiku, se jemi mësuar në gjitha format e penalizimit të zarfit të zi, dhe I kam përshtypjen se një I afërm ka shpresë për më shumë. Po unë duke e parë edhe Çiklojën, me thënë drejtën, atë pjesën e Rogertit tjerë se prisja fare që ndodhte ashtu thash, doli Rogerti. Po që kur pash në shtëpi dy zarfe e kisha të bindur Elona që Casey do dite. Po. Sepse situatat unë e kuptoj edhe Casey, do me thënë, në një pikë e mbështes absolutisht çdo gjë që thot për kauzën që ka, por ndoshta vet thell them që I qik të kishe majt gojnë, I qik fare. Sot do të shikoja nga televizori, jo këtu. Nga televizori. Edhe pse ty të kishte marrë malli dhe mos I po priset ta përqafoj. Ku ishte ai një qiku që duhet ta kishte mbajtur gojën? Thjesht Kujdes. Kujdes mikrofonin. Kujdes mikrofonin. Po, kujdes mikrofonin për kaq duhet kishte bërë. Thjesht kishte kujdes mikrofonin. Jo. Thjesht domethënë pak më, ku diun, ndoshta pak më Hajde flasim me padoreza tash Casey. Po, padoreza fare, jo më ja se ç'a lidhje ka se gjithë secili ka opinionin e vet, ç'a do të them unë, nuk e ndryshoj dot unë imazhin që ka lënë Casey për jashtë, unë sa doja përpjek, po thjesht e kam përshtypjen që shiko, Casey ashtu e mendon, nuk është se e ka bërë për inatë të Kristit, ase e kishte jo, në atë moment ashtu I ka shkrepur në kokë, do me thënë, dhe nuk mendoj se ka pas drejt për drejt me seksualitetin, po themi si që shmarr nga jashtë, sepse Casey kur në asnjë gjë për jashta, nuk e ka cënuar askën në moral seksualiteti, do me thënë, kur nuk flet për një vajzë, kur ti mbron një vajzë me mishën e shpirt, pse në ana tjetër një djali e çon në ekstrem. Mendoj që e ka pasur më shumë ke fakti që ka dashur ta vërë në paqë që sjelljet e tij, do të po bën si një femër, ke parasysh po burr, sillu, ke parasysh mos fol kështu për një femër, jo në lidhje drejt për seksualitet. Bravo, në këtë mendoj prizëm. Ishte karakteriale, gjitha fjalat që thash unë, por problemi është ajo që thash pak më parë, Elona, viktimizimi duhet të jetë fjala e këtij viti. Viktimizimi mund të jetë I Kristit ose kujt diun I lojës tuaj aty brenda, po publiku jashtë nuk është viktimizuar me këtë gjë. Publiku jashtë ka mendimin e vet, thotë po ky. Edhe mua për shembull më kanë thënë qenin ngordhur aty brenda. Më kanë thënë janë tallur me emrin tim Shumë të gjitha. Po s'është prap njësoj. Një sekond, emrin tim, më kanë thënë mbretëresha Casey për krevatin. Kanë thënë lloj epitetesh kundra me dhe unë nuk kam shkuar kur të ankohem apo të them sepse në fund ditës, siç e tham, më shloj nervash. Po. Pra kur unë ngacmohem, kur unë bullizohem, kur unë dhe shumë terma të tjerë që nuk mund t'i përdor që janë në radio, janë fjalor që janë përdorur kundra me brenda asaj shtëpie, unë kur nuk kam qenë ai që t'jem ankuar. Po mi pra zoti Gentilesa këtu tregohet në mënyra të tjera, jo ti kthehesh ndoshta me një monedë, apo s'është kështu më Sara? Unë të thash një gjë pak më para 11, është gjithmonë.
Shiko, unë mendoj që e di si e shofun, për te fakti që është vetëm vllai im. Tani Casey ka qenë një faktor i ardhur nga përputhen. Pjesa tjetër atyre banorëve janë tani jo të gjithë, se ca si njihja fare kush ishin, po pjesërisht vinin nga muzika, vinin nga kërcimi, vinin njerëz që e njohin ekranin edhe din të kamuflojnë çdo gjë që thon, apo qoftë edhe një të qarë, derdhet loti deri këtu poshtë. Kurse Casey nuk është i mësuar me këtë gjë. Pra Casey është shumë popullor, në popullimin e tij të përditshëm, ai dhe në një pikë mendoj që dhe i ka harru fare kamerat ore. Do me thënë mendoj realisht që i ashu i shdal, e ka harru që kjo gjëja mund të duket keq jashtë, nuk e ka thënë me shpirt se Casey unë e njoh vllain tim ore dhe e di shumë që edhe po ta takoj nesër Kristin do t'i japi dorën edhe e ke parasysh. Do ndodhi kështu? Po ta takosh nesër Kristin? Po patjetër, unë kam qenë nga të vetmi dhe kur jam zënë dhe me Mirin dhe me Kristin që kanë me Mirin ditët e fundit isha atëherë dhe ditët që më ka hedhur në gjyq më radh pika, kemi ha procese gjyqësore të frikshme. Po edhe kjo nuk është për të bërë shaka. Viktimizimi dhe nese. Ashtu e kam menduar, i kam thënë të treja ditë nuk nga folur, sa herë shikoja duke ngrënë bukë, i thoja të bëft mirë, nuk thënë përgjigje ose a do bukë se po gatuaj, a do cigaren që ose s'ke. Për mirin. Edhe për Kristin gjatë gjithë kohës. Pra edukatën kemi pas një rregull në shtëpi që e kam vendosur unë, e vendosëm gjithë bashkë. Kur jemi në tavolinë e bukës nuk ka sherrë. E kam dëgjuar këtë. Edhe e kemi mbajtur me dhunë. Dhe un kam pasur një problem tjetër që s'kam dashur kurrë të përmendej familja askujt aty brenda dhe e kam mbrojtur me shpirt këtë kaos. Dhe asnjëherë s'kam ngacmuar si nga goca. Dhe madje ka qenë një moment në një prime doli sikur un kisha thënë këtë që mban këmbët përpjet dhe akullorën gojë gjithë ditën. Ja, po që doli që ke thënë ti Brikenës. Ndërkohë Brikena më tha mua atë fjalë. Dhe unë i thash, ore, po ti pse ma thua mua që mbaj akullore në gojë dhe rri me këmbë përpjet gjithë ditën. Dhe në video doli sikur kisha thënë unë atë fjalë. Ndërkohë që unë kisha parë live të gjën dhe kjo ishte ajo që unë zura dhe sepse edhe kjo është një nga gjërat që dëgjoj çdo natë këtu. Nuk më nxorën ato që kam dashur unë të Jo, ishte kaos shumë e frikshme. E pan gjithë njerëzit. Ishte paralelizëm se unë e pash live, isha live dhe Brikena i tha Caseyt, ky po han akullore, ishte bashkë me Inën dhe i tha Brikena Caseyt, po pse akullore ti dhe mban këmbët përpjet gjithë ditën? I tha ky, po pse më thon më kështu? I tha, po sikur ta them unë ty më ha akullore ti mban këmbët përpjet gjithë ditën. Çfarë do më thon mua tha? Dhe është Opa, u preva unë aty, prapë thash, okay. Dhe edhe gjithë e gjyko, si thua ti një femre. Do me thënë, thjesht kanalizimi i gjërave ka vajtur në këtë drejtim. Dhe çdo lloj gjëje që Casey të bënte në atë shtëpi si për mirë, absolutisht askush nuk e shifte vetë atë. Sa video janë transmetuar për mirë, sa momente gallate dhe fani janë aty dhe janë transmetuar edhe në Prime janë dashur. Casey ka pasur më shumë momente gazmore se sa nga ato që ne po flasim për gjysmëore. Po kur këndonte, po kur kërcej që ka marrë Casey. Çfarë bëri? Bona të skaqonse më. Ishte sfida. Prandaj po them se shef jam akoma në gjiro. Është qëllimshme dhe njerëzit e shohin disa tek kazit, u thash, po mirë, më ti s'di ti imitosh, ti gjetë ti imitosh. Po lëra dhe atë. Isha me Robishan gri. Dushit gri, si bezhe dhe them. Ky është kostumi Ledion për mirë mbrëma. Edhe tash ky është kostumi im i ri. Casey, se po përmendje jo mbroj gocat, jo po flisnim gjatë që kur ka ardhur. Shiko, ore ti, si është puna me Armelën? Se shumë komente qarkulluan Casey në fillim edhe me Armelën pati ca. Jo, nuk është se patëm diçka, por ishte thjesht një Të pëlqeu Armela? Patëm një lloj komunikimi dhe më afroi, pra më tregoi pra si funksiononte shtëpia. Se deri në atë moment askush po ma tregonte si funksiononte shtëpia, pra lavanderia, kuzhina. Armela tu ofrua edhe të priti. Ishte një shoqe e mirë që më priti realisht në shtëpi. Kaq. Shif këtu. Kaq. Ta vazhdoj unë. Po atëherë, ka qenë kështu. Nga që Casey nuk ja tregoi as kërkuq shtëpinë, Armela vërtet e mbështeti. Unë si, domethënë, duke e njohur edhe duke ashtu e di shumë mirë që si avokatja djallit. Pra djalli, emisioni 4 që më thon djalli. Jo, më thanë, ku ta gjejnë ta dhënë që si po e themi ne avokatë djalli. Shiko, unë e kam parë vërtet që ka qenë thjesht një gjë miqësore, domethënë se më se e bukur është për tu pëlqyer. Ajo është gjitha gocë. Më i mirë se Ina është. Jo, tani avase paralelizëm do bëjmë. Paralelizëm nuk ka, jo, paralelizëm çdo femër ka atë bukurinë e vet. Absolutisht, po Ina është si dritë. Mirë. Dritë dielli më saktë. Kuela. Armela? Po. Shumë e bukur është.
E yll është. E kam takuar unë, edhe është me vërtetë shumë gocë mirë. Të përshëndes. Shumë e sjellshme është, Shumë e edukuar është. Çfarë nuk të pëlqeu në lojën e Caseyt ditët e fundit? Shiko, unë mendoj që Casey bëri një ndryshim total që nga momenti që Ina ka hyrë në shtëpi. Domethënë kam parë Për mirë apo për keq? Për mirë, shumë për mirë, vërtet, edhe mendova vërtet që Kristin e kishte lënë në një vend që për Casey ishte i padukshëm. Pra, zëri se nuk ekzistonte sytë e Caseyt Kristi. Okay. Fare, thash, ua, shpëtova tani veshët e mira në rehat. Domethënë, por thjesht që doli dhe Unë jam shumë e surprizuar nga marrëdhënia ju të dyve. Jeni kështu, jeni Mace me miu. Sikur një njeri që flet kështu. Shumë të sikur jeni të dy në një njeri, Në një, do po. duket merr dy, merr dy, paguaj një. Si janë këto? Jeni shumë kaq lidhje keni të ngushtë me njëri tjetrin. Ka treguar herën e kaluar Sara një tatu që mban. Po ti ku e ke tatu në Case? Unë duhet të heq mishë. Mund ta heqësh? Jo. 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 Se? Të më del Sepse barku. Kam gjithë shpatullën. Domethënë nga shpatulla deri këtu ke brylet. Sa qef do kisha Edhe kam tash. 2 shkronja të S. Po mund ta bëjmë këtë gjë? Kam 2 Pak shkronja të S. Një është e vogël, një është e madhe, sa gjithë krau. C? S për Sara. Ka sën për vizht për Sara. Do me ka një të madhe dhe një të Edhe vogël. S-ja fillon me vetëtim. Pra që Që Sara është Po ne më bëjnë Po që një shkrepi. gjeshë se të kemi parë edhe Po me shkrepi. dusht kemi Po parë. ty të kemi parë lakuriqa Po, ty hapë mo. tash. Si keni pa lakush të na Tre bitet. kopsa të duhen për të zbërthyer dhe për ta ulur atë gjë. Këmishën. Trego Aq, pak e. motrën. Tjera ti ke thënë gjitha. Zhvishu. Ha. Tararararara. Casey zhvishet në Big Në Brother Big Radio Brother për të Radio. treguar. Keni këtë korrizin? Është me shumë edukat. Dhe e di çam ka bërë përshtypje si ka mundësi që ky djalë një herë nuk e kam parë që të ndrohet në dhomë në sy të vajzave. Ashtu ë? Për zotin, gjithmonë në tualet. Ta shohim çik tatuazhin e Caseyt afro te mikrofonit se ndryshe pastaj ne ja e zhveshëm. Wow. Ja kuriq. E kjo studio çana bon këto studio. Po se motra jote e ka treguar tatuazhin tani e tregon Casey dhe është i gjithë krau është Sara. Pra, është kjo S-ja këtu? S-ja madhe. E që shoh. vogla. Dhe vjen S-ja, po Ma- është mbrapsht. Atë po Është S-ja shijam. e madhe, kjo e madhe, Okej, apo. po. Kjo. Sa e bukur, po aty kush është në portret? S-ja. Ai. E tani shumë shpjegime dashit. Jo, s'mirë më shpjegim se kaq. Ta japun. Atëherë, ai është Poseidoni. Po toja lidhjen Po. e gjithë ato që ka bërë. Oh, sa i lumtur. Këtë tatuazhin e kam bërë ke studi shoku tim Ngo, që është në Zvicër. Afro në mikrofon se nuk dëgjoj. Po tash i dvishëm apo të flas për tatuazhin? dyja. Okej, ja, në rregull. Këtë tatuazh madje e kam bërë në Zvicër, ke shoku im i ngushtë. Edhe e kam bërë brenda ditës për rreth 12 orë. Pra kam punuar 12 orë, po. Me një seancë e kam bërë gjithë Po krahun. knaj Sara kur ja tregove, bëre surprizë apo e Po. di? Jo, nuk e dinte. Nuk e di. Jo, nuk e E bëra di. surprizë. Tha që të bëj një Sara, tatu. i the pak më parë, Po. po s'po të ndërprisja, thash të lë deri në fund që nuk është kjo që Shqipëria dhe populli dhe njerëzit mendojnë për Caseyn. Çfarë mendon se mendojnë sot njerëzit dhe publiku për Caseyn? Si i ke lexuar ti komentet dhe cili është ajo që ti ndjen perceptimi që ke që njerëzit mendojnë për Caseyn? Atëherë, shiko, kur normalisht po them që nga momenti që Casey ka dalë. Për te fakti që unë ja kam mbajtur të gjithë Instagramet Caseyt, bum mesazhe ashtu si negative, po një jashtëzakonisht shumë të madh pozitive. Do me thënë, shikueshmëria në Instagramin e Caseyt ishte 15 milion që e shikonin në këtë, nuk e di, ishte e Nga dje frikshme. sot thua? Jo, po flas gjithë rrugtimin, Për këtë periudhë, për 30 ditët e kuptoj. fundit ka pas një rritje të frikshme. Do me thënë, unë habitem se si ka mundësi, thash që rritja e këtij ishte kaq e lartë dhe kishte mesazhe shumë pozitive për Caseyn. Një gjë që më bën përshtypje dhe ditë them që ne përgjithsisht si popull jemi ata që shahem jashtë, do me thënë, nga shtëpia. Kjo ishte pyetja që do të bëja. Bravo. Edhe nga vitet e shkuara, zar fizi, penalizohesh, komentet janë negative, pastaj se ç'a ndryshon ka këto njerëzit që ja ta them unë. Çfarë? Nëse ti rrin ta se ke eksperiencë në Kam shtëpi. eksperiencë në shtëpi dhe kam qenë pothuajse 24 orë në ditë me Caseyn sot. Nga shtëpia ti shan ofendon aty me këto rrjetet, me këto fake-et që përdor njerëzit, ama kur e kanë parë Caseyn përballë, o lali, o qa djali danoqe, po si më la dole ti pra gjohe, po qo kjo, e ke parasysh? Dhe ngela thash, o vlla, po as janë këta njerëzit që shkruajnë. Kur kam dalë dje, domethënë mbasi shkova në shtëpi, që kur dolja ke deri Top Channel i tjerë, fillun njerëzit
duke bërë foto. Është realisht për një njerëz që është njëri thjesht, si puna ime është diçka më vërtet që të kënaq, t'jepi kënaqësi. A ndihesh i thjesht sot apo shumë Po prapë popullor ke zoti më tu hongër gjizë ishim, më gjizë edhe verë. Mish gjizë speca, turshi. Mos me shumë se ke angazhime televizive. Po, ç'a angazhime është me populli thjesht jemi. Edhe kudo që kam shkuar sot, edhe të mbrëmdar kur dola, ishin disa çuna që vinin, domethënë ta bëjmë foto, hypën me radhë ke makina duke bërë foto, po për zotin. Në për lokale, në për klube. Mamë babi. Babit. Si drita. Çfarë ndodhi që të tregoj një gjë shumë të bukur. Erdhi Keti ke shtëpia. Edhe çunin tim nga gjumi. Edhe djali, Daja, se sa e pa, u emocionua, ai shumë që e pa Kezi, sa nuk dihet. Daja, ky ikte në balkon pite cigare. Daja, pite çapi. Po prindrit, mami dhe babi? Ishin shumë të emocionuar dhe madje edhe ata erdhën tek Top Channel. Për të marrë, po erdhi mami, babi edhe Sara me makinë. Ishim kështu, ata makinë vetëm makinë time. Erdhën 2 makina për je. Edhe në shtëpi pastaj gjithë. Erdhi edhe një shok me motor, më festuan zarfin e zi aty. Festimi zarfit zi. Tim të qirë nga një godhe me zarfin e zi. Case, çfarë ka next pyesim neve? Me thënë si i preti të jenë ditët në vazhdim, kështu me intervista, me foto, me popularitet, me famë. Them të drejtën, unë nuk është se marr shumë vesh nga pjesa e popularitetit. Por intervista, kam më të mirën në botë, më s'ka shanse. Intervista kam goxha këto ditë, po përpiqem ti menaxhoj se kam me të vërtet dëshirë ti respektoj që të gjithë njerëzit që më ftojnë. Pavarësisht se ndoshta në ca vende duhet të shkoj sipas kontratës, por kam dëshirë ti respektoj që gjithsesi është një vlerësim. Po është një vlerësim që me të vërtet për mua është kënaqësi shumë e madhe. Zarfin e zi do e bësh të bardh. Po ja për kjo tavolina shive se sa e bukur është gjëja, po ta mendosh kaq të flasim çik shumë me llafe të mëdha tash. Hajde. Futi u thellit. Shpeçi, kjo tavolina rrethohet nga një rreth i zi. Por brenda është e bardhë. Po shisa e madhe është e bardhë krahasuar me të zeza. Dhe gjithë teknologjia dhe gjithë kjo gjë që apo funksionon është tek e bardha, nuk është tek e zeza. Shi mikrofoni si drita. I bardhë si drita. Kesi kënaqësi të takoja nga afër. Shumë faleminderit kënaqësi. Sigurisht çdo gjë do shkoj për mirë edhe mirë. Unë jam e lumtur që ke marrë shumë komente të mira. Sigurisht më vjen keq që rrugtimi yt ndaloi dhe më vjen keq për çdo që lë shtëpinë, po kështu është loja, javë pas jave, her pas here. Dikush do dali. Dua edhe një koment. Lorna u penalizua se me Lornën po drekoj atë. U penalizua se çifti Kesi Ina sapo po fillonin puthjet e para, Miri Selin janë dysha e fortë në lojë. Çfarë të tha Lorna? Unë dola për jush? Ja, me Lornën kemi pas një super raport, ka qenë nga të vetmet goca që më ka suportu mua maksimalisht edhe Inën maksimalisht. Edhe thjesht po pra po e nxorët? Jo, nuk e nxora unë. Erdhi momenti që unë diskutova me Lorën i thash, unë ty nuk mundem jo të të godas, jo të të ngacmoj, jo të të provokoj në lojë në asnjë lloj momenti. Ke të drejtë në botës të bësh çfarë të duash kundra me dhe do ta pranoj dhe do rri me duart lart. Ja thash. Ja kam thënë me shpirt. Avokati. Madje di çka komenti mora dje nga dikushi për motrën. Ishte si kallashta i myti që gjitha çka ishin nëpër studio. Në fan club do ju shohim të diel. E uroj ftesa të viçift. Uron ftesa të viçift në fan club. Do bëjmë studio sherrin duket. Të uroj shëndet edhe gjithë mirat që ti do që të kesh në jetën tënde. Sara, gjithashtu faleminderit që erdhët edhe shumë suksese. Do ta mbaj mend se është një gjë shumë e bukur kjo që kam me Kesin. Është era e parë të dy në një studio. Ishte me të vërtet një kënaqësia që bukur si në shtëpi që vetëm do zihemi kush flet më shumë. Po, ka ishte? Kush foli? U bëm 3. Ishim 2. Natë e mirë, Big Brother Radio kthehet nesër mbrëmë.